Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin ton Monitor TV për të komentuar rreth ngjarjeve më të fundit. Nata e sonte, realisht edhe pa kohë në fakt na ndajnë nga projekti më i bukur dhe i shumë pritur i DJ Gimbo, Jarnane, një projekt në bashkëpunim me divën e muzikës shqiptare Adelina Ismaili. Të gjithë e kanë duar trokitur, të gjithë mezi e presin, të gjithë e kanë komentuar, por do me thënë është komentuar pak përse Gjesti nuk e ka bërë shpërndarjen e promos së këngës së DJ Gimbos në story. Tani, nga informacione që unë kam arritur të kuptoj deri më tani, do me thënë, kënga është e Adelina Ismailit. Në këtë bashkëpunim, do me thënë, Adelina Ismaili i ka bërë një ftesë DJ Gimbos për të realizuar një bashkëpunim së bashku, sepse ka ndjerë ka parë që DJ Gimbo është në kulmin e karrierës dhe me patjetër që mund të bënte një projekt super fantastik, ashtu siç u bë projekti, do me thënë, DJ së bashku me Selin Bollati, që mori një vëmendje të jashtëzakonshme, e cila është publikuar realisht në kanalin e Rezarta Shkurtës. Por me njëherë kanë filluar këto hamencimet. Unë që kam folur për Gjestin, për Gimbon, për marrëdhënien e tyre, për jetën e tyre, mund ta konfirmoj që marrëdhënia e tyre është jashtëzakonisht e bukur dhe janë shumë të afërt mes njëri tjetrit. Do me thënë, pa marrë parasysh profesioni, pa marrë parasysh bashkëpunimeve që bëjnë, pa marrë parasysh këngëve që sjellin, nuk ndikon as pak në shoqërinë e njëri tjetrit. Dhe çfarë është në pyetje për Gimbon, me patjetër që Gjesti e më ka mbështet, do ta mbështetën dhe e mbështetën edhe projektin me Adelinën, me patjetër që Gjesti do ta mbështetën dhe do t'i uron shumë suksese mikut të tij të zemrës, DJ Gimbos. Por kënga akoma nuk ka dalë, do me thënë kënga del sonte. DJ Gimbo, siç duket, është tepër i lumtur që suksesi i tij ka nisur avash, por sukses i bukur dhe sukses i garantuar. Kënga Jarnane është pritur me shumë dashuri, do me thënë është analizuar shumë si këngë, është analizuar shumë si projekt, do me thënë janë hedhur mendime të ndryshme rreth këtij projekti se çfarë mund të përmban brenda ky projekt, është duar trokitur nga publiku dhe siç duket po pritet mirë. Le të presim të gjithë Jarnane, le të presim të gjithë DJ Gimbon, ta dëgjojmë një herë këngën me Adelinën dhe ta komentojmë, por për këto zërat që në fakt mundohen të përfliten, mundohen që të nxjerrin keq Gjestin, DJ Gimbon, do me thënë të njollosin imazhin e tyre, mua më vjen shumë keq, sepse nuk ndikon asnjë gjë për të shkatruar marrëdhënien e DJ Gimbos edhe marrëdhënien e Gjestit. Duhet kuptuar, profesionet janë të ndara, DJ Gimbo është DJ për vete, Gjesti është artist për vete, por në fund ato të dy i bëjnë koncertet bashkë, por kjo nuk do të thotë që DJ Gimbo nuk duhet të investon në karrierën e tij.